Nga sonde para se të hidhni mbeturinat shikojeni edhe orën. Kjo vlen për shkupjanët nga që prej orës 22 deri në 6 të mëngjesit e kanë të ndaluar të hedhin mbeturina në kontenjerët publik. Këshilli i qytetit të Shkupit vendosi që të parandalojë në këtë mënyrë kaosin e plehrave në kryeqytet. Ky vendim nuk përfshin ndalesën e hedhjes së mbeturinave në koshat privat të plehrave para shtëpisë. Vendimi hyri në fuqi me firmosjen nga kryetari Gjergjevski dhe përfshin ndalesën e hedhjes çfarëdo lloji mbeturine nëpër kontejner apo rreth tyre që janë të vendosura nëpër hapësirat publike. Qyteti i Shkupit ka 40 inspektor, 11 inspektor komunal dhe 10 roje komunale. Shkeljet do të konstatohen në vendngjarje, ndërsa nëse hasen sasi më të mëdha mbeturinash të hedhura ose mbeturina të lloj tjetër nga ato të anëvisërisë, do të kryen kontrolle edhe ndaj personave juridik. Inspektorët e qytetit sipas paralajmërimeve të autoriteteve do të patrullojnë në terren edhe pas mesnatës për t'i kapur në vepër të gjithë ata që shkelin këtë ndalesë. Gjoba për qytetarët është 50 euro, ndërsa për personat juridik varion nga 1.300 deri në 1.800 euro varësisht nga lloji i mbeturinave. Qytetarët thonë se ky është vendim i mirë, por që duhet vedije kolektive për ruajtjen e ambientit. Dobro za dobrobit na građanite, to je dobro. Ali колко това ќе се спроведе, знаеш, најдолгиот пат е од главата до срцето кај човекот. Човекот треба да има преобразба во умот и потоа да преземе одлука. Дали ќе фрла, нема да фрла, дали ќе се почитува законот, нема да почитува. Се е до човекот. Има добри закони, ама луѓето не ги спроведува, тоа е. И тој што го поставува закон и тој не се придржува. Прво ја некад не фрламе. После чим се стемни, не фрламе ѓубре. Тоа е. Дали ќе може да се спроведе ова? Па не знам, кај нас е секој чудо за 3 дена. Ќе видиме после 3 дена како ќе биде. Инспектори не може сегде да постигне таа работа, да контролират и така натаму и така не може. Само совеста на граѓани, ништо друго не. Тоа треба да е јасно на сите граѓани. Кој ќе има ѓубре да си го изнесе онамо кај треба. Не до контейнерот доле, или треба да се редовно празнат контейнерите. Nga ndërmarrja publike higjiena komunale thonë se fillimisht nuk do të vendosen gjoba nga inspektorët ambientit të qytetit, por vetëm me vërejtje nga njësitet e tyre të ekopatrullave. Kjo është sfida që në ditën e parë të punës si ushtrues detyre të kësaj ndërmarrje publike Drago Mitkovski dhe vjen me njëherë pas aksionit 72 orësh të pastrimit të tërësishëm të kryeqytetit nga grumbujt e mbeturinave.